Përshëndetje për gjithë. Për shkak të situatës përgjithshme në pandemi nuk kam preferuar të organizoj konferencë për media, për punën një vjeçare të Gjykatës Supreme do ta prezantoj përmes kësaj viti. Ne kemi përgatitur një raport vjetor për vitin 2021, i cili përmban në pika të shkurtra informacione për udhëzuesit e miratuar, statistikat për lëndë, të dhënat për shpenzime, të dhënat për çasjen dokumente publike, për publikimin e vendimeve, për efikasitetin e gjykatës dhe për planet për vitin 2022. Ndërkaq, në një raport tjetër vjetor, kemi përmbledhur punën e Komisionit Konsultativ për Politikë Dëshkimore, të cilën e kryesoj në këtë raport, i cili është në përfundim me sipër janë përmbledhur takimet, analizat, pyetësorët dhe udhëzuesit e hartuar gjatë vitit 2021. Gjatë vitit 2021 në seancat e përgjithshme të Gjykatës Supreme janë miratuar 5 udhëzues, të cilët i gjeni të publikuar në web faqen dhe të listuar në këtë raport. Nëse flasim për statistikat në Gjykatën Supreme gjatë vitit 2021, kemi pranuar gjithsej 1586 lëndë, janë kryer 1572 lëndë, ndërsa të pakryera rezultojnë edhe 406 lëndë nga viti 2020 kanë qenë të trashëguara 392 lëndë. Për një shpjegim të shkurtër sa i përket kësaj situate, brenda vitit më tepër kemi pranuar kërkesa për mbrojtje ligjshmërisë numrin më të madh 475, ndërsa është me rëndësi të cekëm se janë kryer 476 sosh. Pjesa dërmuese e kërkesave 12 që janë të pakryme kanë arrit mujt e fundit vitit. Se i përket numrit lëndëve të lamisë civile apo degës civile, kemi pranuar gjithsej 597 revizione dhe janë kryer 590 dhe pakryera rezultojnë edhe 327. Në fakt, këtu është edhe pjesa më e madhe e lëndëve të mbetura të pakryera. Megjithatë, na shpresojmë që gjatë këtij viti këtë statistikë do ta përmirësojmë për shkak se shumë shpejt do të na bashkojnë edhe 3 gjyqtarë të ri, të cilët me siguri me këtë volum të lëndëve do të përballen edhe shumë më lehtë vitin e ardhshëm. Sa i përket numrit total lëndëve në punë të kalkuluar në përqindje, del se janë kryer 79.5% lëndëve, ndërkaq të pakryera rezultojnë 20.5%. Ndërkaq efikasiteti i kalkuluar me numrin e lëndëve të pranuara gjatë vitit dhe atyre të zgjedhura del të jetë 99.11%, gjë që tregon për një punë dhe përkushtim të gjyqtarëve dhe stafit gjykatës. Puna dhe përkushtimi nuk ka munguar as në dhomën e posaçme, meqense sipas ligjit për dhomën e posaçme jam edhe kryetari i asaj gjykate, ku gjatë vitit 2021 janë kryer 3343 lëndë, megjithatë pakryera rezultojnë edhe 15665, prej tyre gjatë këtij viti, domethënë gjatë vitit që lan pas, janë pranuar gjithsej 1644 lëndë. Vlen të theksohet se rezultatet e kësaj dhome shiquar edhe të kalumen janë numerikisht numri i lëndëve shumë më shumë të kryme, dhe unë po shpresoj që vitet e ardhshme edhe ky proces, edhe kjo kompetencë e kësaj dhome me vitet që vijnë do të përfundohen edhe raste të tjera. Gjatë vitit 2021 si autoritet kompetent, meqense mbas ligjit për përgjegjësi disiplinare të gjyqtarëve dhe prokurorëve, jam edhe autoritet kompetent dhe shqyrtoj ankesat e palëve, të cilat mund të ushtrohen ndaj kryetarit të gjykatave, themelor dhe asaj të apelit, si dhe për gjyqtarët e gjykatës ku shërbej. Dhe në bazë të asaj, në bazë të dhënave që kemi, 2 kërkesa i kam iniciuar ex officio në Këshillin Gjyqësor të Kosovës për ndërmarrje veprimeve lidhur me përgjegjësinë disiplinare të gjyqtarëve dhe një është adresuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës pas ankesës. Derisa të tjerat janë refuzuar në mungesë të një baze të arsyeshme për shkelje disiplinare të paraparë me ligjin në fjalë. Sa i përket çasjeve në dokumente publike, po ashtu kjo gjykatë ka pas adresime nga palët. Gjatë vitit 2021 ka pranuar 47 kërkesa për çasje në dokumente publike, duke krijuar çasje sipas kërkesave në 4 prej këtyre raste.
Po ashtu një pjesë e rëndësishme është edhe publikimi i vendimeve, apo gjykimeve, apo mi po tash ma tepër, po ndërlidhëm edhe me vendime për shkak se sipas një vendimit Këshillit Gjyqësor duhet publikohen edhe akt vendimet. Në zotimet për transparencë, Gjykata Supreme ka përmbyll vitin 2021 me 2195 vendime të publikuar në faqen e saj zyrtare. Ndërsa sa i përket planeve për vitin 2022, në planin vjetor të vitit 2000, Gjykata Supreme prioritet do të ketë unifikimin e politikës dëshkimore, duke përfshirë trajtimin dhe analizimin e rasteve të dhunës familje, rastet e korrupsionit dhe vrasjet e rënda. Po pa i plan anësh edhe disa raste edhe planifikime tjera që paraqiten ad hoc apo të rastësishme gjatë punës që do të avojnë gjatë vitit 2022. Po ashtu gjatë vitit 2022, prioritet do t'i kushtohet sistemit informativ për menaxhimin e landeve, të ashtu quajtur SMEL, duke rritur digitalizimin e shërbimeve të transparencës dhe llogaritmit. Sa i përket dhomës posaçme, prioritet i saj do t'i kanalizoj në reduktimin e lëndëve të vjetra, derisa lëndët lidhur me kompensimin prej 20% të punëtorëve të ish ndërmarrje publike, ashtu janë edhe prioritet ligjor në raport me lëndë të tjera dhe do t'i kushtohet një kujdes i veçantë për shkak se edhe ankesat e shumta të palëve janë këtë drejtim. Për fund, një falënderim i veçantë, me lejen të falenderoj bashkëpunëtorët e mi, gjyqtarët dhe gjithë stafin e Gjykatës Supreme, miqt ndërkombëtar që na kanë mbështetur dhe ndihmuar në vazhdimsi, veçanërisht ambasadën amerikane në Prishtinë, UNDP-n, USAID-in, pastaj shoqëritë civile dhe gjithë mediat me të cilat kemi bashkëpunuar. Edhe ne ju falenderoj për vëmendje dhe shpresoj që do ta shiqoni këtë video.